Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jam tani si dhe herë të tjera drejt për drejti në emisionin tonë Argument me mikun tonë të ftuar remotely tashmë zotin Akim Aliçkaj. Do të flasim për zhvillimet më të fundit në Kosovë, për miratimin e qeverisë së re, për arritjen e këtij pikësynimi, për problematika që ka në lidhje me zgjedhjen e presidentit apo presidentes të ardhshme dhe me gjyqin që po zhvillohet në Hag kundër liderëve të UÇK-s. Zoti Akim, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, zoti Rafael. Faleminderit për mundësinë që të bashkëbisedojmë për temat tona shumë të rëndësishme në vendin tonë. Ju jeni edhe në krye të administrimit tashmë të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe natyrisht përcjellni dhe zërin e saj. Është kjo shoqja që ka bërë lobimin e parë për çështjen e Kosovës. Zoti Akim. Liderët tonë janë Gjo Dioguardi, presidenti dhe Kloç Dioguardi. Unë jam drejtori ekzekutiv i Ligës, që është nder për mua se me ta punoj që 34 vite. Si e priti Liga fitoren e zotit Kurti dhe arritjen më së fundit të një qeverie të zgjedhur në Kosovë pas gati një viti? Edhe Liga, edhe unë personalisht jemi shumë të lumtur me fitoren e Kurtit edhe me fitoren të thellë, që është një fitore e madhe, 51%. Dhe ne edhe kemi punuar, edhe kemi ndihmuar që zoti Kurti ta fitoj këto zgjedhje për arsye se në këtë moment, në këto vitet e fundit, e kemi vrejtë që është megjithatë është varianti më i mirë për ecjen e shtetit të Kosovës përpara. Prandaj jemi shumë të lumtur me fitoren e tij, edhe është shumë e rëndësishme se fitoria e madhe për arsye sepse jo vetëm që ka mundësi më shumë, por ka edhe përgjegjësi më shumë për kryen e punëve të shtetit. Natyrisht këto zgjedhje quan me gjithë problematikat që patën në fitoren e lëvizjes vetëvendosje. Çfarë do mendonin do duhet të bëj tashmë Kurti që nuk arriti apo nuk e bëri dot në mandatin e mëparshëm? Cili është pikësynimi i kësaj qeverie të re? Mandatin e parë, siç e dini edhe vetë kemi përcjell këto gjatë gjithë kohës, ka pas probleme të shumta me arbikun ton, Serbin, raciste, dhe kjo periudhë ka kalu në një përpjekje të madhe për mbrojtjen e shtetësisë, sepse Kosova ka qenë në një sulm të përhershëm, edhe në shumë faza e ndihmuar nga individ të politikan apo diplomat evropian, po edhe disa Amerikanë fatkeqësisht, të cilët e kanë mbajt anën e Serbisë edhe kanë dashur të hyjnë hak Kosovës për interesa të veta që ta përfitojnë Serbinë, ta tërheqin nga Rusia. Këto është një gjatë që gjithkush e din. Kjo është qëllimi i tyre kryesor, po unë besoj që kohëve të fundit e kanë kuptuar se Serbia nuk mund të tërhiqet nga Rusia. Edhe gradualisht, sidomos në Amerikë, me administratën e re, ka ndryshuar shumë gjëra në interes në favor të Kosovës. A mendoni se do ketë presion përsëri mbi zotin Kurti për të arritur marrëveshjen me Serbinë edhe nga institucionet amerikane, nga kontaktet që keni pasur në emër të Ligës? Mundet me pas mirë, po presioni do të jetë pak më i arsyeshëm, më i kuptueshëm dhe pozita e kryeministrit Kurti tash është më e fortë, sepse pas gjitha atyne sulmeve ndaj tij personalisht, edhe nga qeverisë së tij, edhe presidentës Vjosa Osmani, se nuk janë ka bashkëpunojnë me faktorin ndërkombëtar, se kanë veprime të cilat e kanë nxit Serbinë. Kjo është një mantra e tyre përdorur gjatë gjithë kohës dhe me ato i kanë mashtruar qeveritarët e përparshëm, por Kurti nuk ka rënë grackën e tyre, e ka vazhduar punën për interes të shtetit dhe më në fund
ai duhet fitues, sepse u pa që populli e ka kuptuar se ajo s'ka punon drejt për kombin e për shtetin, ai nuk është kur far personi që kundër Amerikës apo kundër Evropës që mundonin ta cilësonin disa, sidomos opozita, por një person i cili e ka interesin e shtetit edhe të kombit vet numër 1, sepse populli i Kosovës për atë edhe ka zgjedhur që ta mbrojë interesin e tij, jo interesat e ndërkombëtarëve. Kështu që unë mendoj se ai ka dalë fitues, edhe tash i ka rrugën më të hapur, edhe unë mendoj se Evropa, sidomos Evropa, do ta vazhdon me presionet e tyre që të çojë pe këtu e aty, por Kurti është në pozitë shumë më të mirë, edhe me argumente mund të rrëzoj kërkesat e tyne, sepse ty e kuptove që e kuptuam kohëve të fundit se Lajçaku çfarë për shembull Lajçak, çfarë diplomati i kompromitum na dul Lajçak. Ai pastaj edhe Escobar, disa tjerë që kanë qenë që i kanë udhëheq, kanë marrë pjesë në dialog mes Serbisë dhe Kosovës, kanë qenë të anshëm edhe të ngarkuar me gjëra tjera. Tashti unë mendoj se do të vazhdoj kjo, por në nivel më të urtë, kështu që qeverisë Kurti të re i hapen mundësitë që të punojmë më shumë në zhvillimin e shtetit, zhvillimin e ekonomisë vogël sidomos, nxitjen e investimeve, përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, të edukatës, të shkollave, duhet më shumë të bëhet tash në këtë mandat. Por e ka edhe një detyrë shumë të vështirë, që ka më të vështirë se këtë, është sepse është e dukshme që edhe prokurorët e shtetit, edhe gjykatat, deri te gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës nuk janë duke punuar në interes të shtetit atë shumë. Ato janë shumë të influencume, janë shumë labile. Dhe me thonë, gjykata kushtetuese merr vendime ma shumë politike se sa që i merr në bazë të kushtetutës, në bazë që ka detyrë. Ajo s'duhet me pa një gjykatë kushtetuese mirëfillt, nuk duhet me pa deklaratat e evropianëve, diplomatëve, jo duhet kështu, jo duhet me dhënë listë serbe këtë, jo atë. Zbato kushtetutën ashtu siç është shkruar. Shihet sidomos vendimi i fundit që mundsoi që një nënkryetar i listës serbe të detyrohet kuvendi, u detyru atë Simiqi nuk e ka votuar as vetvendosja, as kusht tjetër për deputetëve, po e kanë votuar ndërkombëtarët edhe gjykata kushtetuese e Kosovës. Prandaj pritet një punë shumë e madhe e kryeministrit, shpresoj në bashkëpunim edhe me presidentën Vjosa Osmani, sepse unë mendoj se çfarë do zgjedhje për Kosovën, përveç presidentës Vjosa Osmani do të ishte një gabim trashanik, sepse kemi një personalitet e cila jo vetëm që ka aftësitë e veta që ka tregu, po që me përvojën e saj të madhe, me mënyrën e depërtimit, me arritjet që ka bërë, me miqësitë që i ka kriju, me mënyrën e paraqitjes, ajo e ka arrit një nivel shumë të lartë që për tjerët, unë nuk e nënshmoj askën se ka me dalë të ardhmen kandidat nështë edhe më të aftë se Vjosa Osmani, por në këtë moment nuk e shoh. Unë nuk e shoh asnjë kandidat i cili është aq i ajo ka gabimet e veta, po nuk është asnjë kandidat nuk i afrohet me aftësi edhe me përvojë edhe me paraqitjet e saj. Kështu që shpresoj që Kurti do ta propozon Vjosa Osmanin për presidente, edhe shpresoj që opozita e ka kuptuar se populli i ka dënuar për veprimet e tyre të deri tashme. Ata nuk duhet të punojnë si kanë punuar, duhet të ndryshojnë. Jo me bojkotime, jo me mohime të votimit, jo me lëshim të parlamentit, sa ato e kanë detyrë. Nëse një deputet parlamentar e lëshon vendin e punës, e zvoton, ajo nuk është demokratike, ai mundet me pas drejt edhe nuk shkon në burg për ata, por mundet me bë, por është gabim. Është gabim, e populli e sheh që është gabim. Prandaj edhe opozita është dënuar. Unë mendoj se është interes të opozitës që edhe ata ta votojnë presidentën Osmani, edhe mbos kërkojnë tashti jo duhet të bëjmë marrëveshje, mos presin ata beneficione. I kanë humbë zgjedhjet. I kanë humbë. Të kuptojnë, i kanë humbë. Zoti Agim u vure si kur LDK-ja po la rrugë të shtek të hapur për marrëveshje me lëvizjen vendosje, apo jo?
për zgjedhjen A kalon një shtet të hapur, shpresoj që e ka në mirë fillt edhe me sinqeritet, edhe shpresoj që nuk insiston me kërkesat e saj që të ketë në pjesëmarrje të madhe në kuadër qeverisjes. Unë normalisht që është e kuptueshme që qeveria Kurti duhet edhe mund t'i ofrojë diçka LDK-s, por ata nuk e shoh që meritojnë të kërkojnë diçka ekstra për votimin e presidentës. Për votimin e presidentës ata duhet ta bëjnë vetë, edhe unë menoj se është shenja e parë serioze e madhe, e cila e tregon se ata më në fund e kanë kuptuar që kanë bërë gabimin kaluarën dhe janë ka orientohen nga e mira, kanë punu keq, ka tash do të fillojnë të punojnë mirë, do të bëhen një opozitë konstruktive, e cila e kritikon qeverinë për çështje thelbësore të rëndësishme, jo çështje interesave, jo s'duam kështu, jo duam ashtu, jo s'duam kështu. Po ti nëse keni vërejtje për diçka, propozo çka është më mirë. Bim në neve të gjithëve tjerëve që është më mirë kështu, po jo, nuk e votojmë ata. Kurti s'do të bëhet kur kryeminist. Çfarë deklarata është ajo? Pse? Kush thot ty se ti ke drejt me thonë që Kurti nuk do të bëhet Kurti? Jo vetëm Kurti, po kush do? S'mundesh ti me thonë as si opozit për dikë tjetër. Aty vendos populli. A kupton? Nuk vendosim individat.